na trego pak për veten, si mendon ti që pra njëri nga personazhet e përfolur, edhe sigurisht në një program siç është Përputhen, të jesh i përfolur është monedh, sepse të tjerët pastaj bien në heshtje disi harres edhe çupa. Po cilës ja atribuon ti këtë? Pse njerëzit po flasin për ty? Pse mendon? Pse mendoj këtë pjesë? Një, sepse ndoshta shikojnë një gjë që ndoshta nuk është parë më përpara asnjëherë në atë lloj emisioni. E dyta, unë jam si person që nuk di të bëj show apo të aktoroj, të tregoj vetëm atë natyrën time se si jam vërtet dhe përpiqem çdo gjë ta bëj me shpirt ashtu si e ndjej. Ke si the diçka që nuk është parë më përpara në emision. Çfarë ke sjell ti që nuk është parë më përpara në emision? Unë mendoj që këtë seriozitetin e marrëdhënies, respektive ndaj një femre dhe protektiv ndaj të gjithë njerëzve që sulmohen, nuk e kam parë asnjë më përpara. Nga asnjë konkurrent tjetër, po themi aty. Ja. Okej. Edhe faktin e të qenit të drejtë për drejtë, se përmendë, po themi disa herë fjalë, atë faktin që ti i thua gjë se të vinë apo. Po, nuk është se e kam parë shumë herë në sezonet e kaluara. Okej. Momentalisht kush ta ka marrë zemrën aty? Stelina. Me Stelinën po takohet. Është një marrëdhënie e bukur edhe në sy të publikut, merr komente që të përkrahin edhe ju duan të dyve? Patjetër marrim shumë komente, madje nëse më lejohet bëj vetëm një përshëndetje të vogël se më janë hapur aq shumë fan page në Instagram, janë disa goca të vogla, janë shumë, jo disa, janë rreth 40-50 faqe që na përkrahin dhe kemi hap një grup, team dhe kemi kështu team family, i përshëndes shumë edhe po, kam goxha impakt nga njerëzit për këtë marrëdhënie. Pra pëlqejnë këtë dyshe, le të themi. Okay. Po ti çfarë pëlqen te Stelina? Nëse mund të rreshtoje, po themi cilësitë që çfarë ishte pyetja ditës sot? Cila është cilësia që vlerëson më shumë te njerëzit? Po, tek njerëzit. Çfarë mund ti tek Stelina? Tek Stelina sinqeritetin, seriozitetin dhe ka kapacitetin për të komunikuar, për të biseduar dhe për të krijuar diçka goxha me rrënjë forta. Çfarë të bezdis tek ajo? Ka momente që marrëdhënia juaj është goxha e vështirë. Ka momente, si çdo marrëdhënie, diferenca e madhe që ne kemi, është pak si e mendoj unë, është që çdo çift ka sherrë, por detyra jonë është sherrë ti ndaj me gjithë publikun. Kjo është një gjë që është pak e çuditshme, por një nga gjërat që më sikletos pak është çështja e xhelozia e tepërt ose këto pasiguritë e vogla. Është xheloze. Si e ndihmon ti te kjo pjesa? Si ai heq dyshimet? Duke e bërë më shumë. Jo, por duke i përpjekur ti të tregoj këtë anën tjetër. Si më fal? Zjarri del me zjarr, thonë herë. Ja, plumi me plum nuk është ai lloj rasti se vjet vritemi, por si ja vërtetoj, duke i qëndruar sa më korrekt sa më seriozh marrëdhënies, si brenda dhe jashtë programit. Po në këtë moment si mund ta përshkruaj ose çfarë emri do t'i vije, po themi raportit që ke me Stelinën? E di ndonjëherë të vësh emra dhe etiketim është e vështirë dhe varet në çfarë momenti je, po bravo, ti si do ta përshkruaje? Domethënë të etiketosh marrëdhënien tënde, ti vësh një epitet është goxha rënd, por po çfarë keni ndjenjën, keni lidhjen, se një gjë keni aty. Po ne kemi dashurinë. Okej. Mendon që dashuria ndodh kaq shpejt? Ka dashuri me shikim të parë, ka dashuri që krijohet ndër vite, ka nga gjitha llojet e formave. Ju e kishit me shishte? Ne jona e kishim, me thënë realisht, me shikim të parë që ke dhomë e bardhë. Kemi pasur një kështu, një zing të dy bashkë. Jo, nuk njiheshit më herët. Jo. Nuk keni rastisur asnjë. Asnjëherë. Dhe ti thua që e do. Kam ndjenja dashurie të forta për të. Shumë. Edhe unë si vën dyshim, s'kam se pse. Jo, po ideja është nëse janë çift pse duhet të qëndrojnë në Përputhen. Kështu funksionon, ti gjen aty partnerin që pëlqen dhe do. E para për të marrë kohën non, e dyta jemi në një format që ne jemi njohur aty dhe duhet ta vazhdojmë dhe marrëdhënien tonë aty për respekt të formatit dhe të publikut që na ndjek. Po dhe për vëmendjen, se tani është një format që ti merr vëmendje. Është një format patjetër që merr vëmendje. Pra nëse ti del nga aty nuk e ke më atë vëmendjen. Nuk jam shumë tipi vëmendjes. Sepse po ta shikosh në Instagramin tim vazhdo. Do të thënë Stelina që do që ta mbani marrëdhënien këtu në Përputhen. Jo, as ajo nuk është. Është një diskutim që e kemi bërë rreth 2-3 herë, por nuk është se kemi dalë asnjëherë në një konkluzion aq të fortë sa për të dalë apo për të qëndruar tamam siç është. Thjesht po shihoni. Po shihojmë momentin, po shihojmë kështu siç është, më thënë drejtë. Po këto ndërhyrjet e tjera, kështu skiç, një ina. Po janë të padamshme. Pse? Sepse aty që në momentin e parë që ty në atë program nuk është si një njohje për jashtë.
aty do bësh llogari që ti edhe do ngacmohesh, po dhe partnerin tënd do të ngacmojë dikush tjetër, sepse është lloj formati që e lejon. Nuk është se në jetën e përditshme që nuk lejohen këto lloj gjëra sepse ka i kod moral. Po edhe në jetën e përditshme ndodhin, se ti si me partnerin gjithë ditën. Po për ta sqaruar, Ina është një nga konkurrentët e përputhen që e ka shprehur hapur pëlqimin për ty. Po ku është kërcënimi më të madh, te çunat që mund ngacmojnë Stelinën apo te gocat që mund kenë qëllime të tjera kundrejt teje? Problemi që unë nuk shikoj asnjë lloj kërcënimi kundrejt meja apo Stelinës në atë program apo jashtë. Jo, unë po shikoj shikimin e Stelinës ndërkohë në një plan që kishim këtu që ishte. Xhelozitë femrave janë të brendshme, janë vetë, po unë personalisht nuk ndjej asnjë lloj kërcënimi nga askush si brenda dhe jashtë.